Në 6 mujorin e parë të vitit 2026, sektori i urbanizmit në komunën e Gostivaret ka lëshuar gjithsej 92 leje ndërtimi, ndërsa ka proceduar 21 plane urbanistike. Kështu bën të ditur udhëheqësi i sektorit të urbanizmit në komunën e Gostivaret, Semir Zulbeari, duke cilësuar këtë periudhë si një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të planifikuar dhe të qëndrueshëm në qytet. Sipas të dhënave që ka bërë të ditur ai, nga 92 lejet e ndërtimit të miratuara, 66 janë shtëpi individuale, 9 për ndërtesa kolektive, 8 për projekte infrastrukturore, 7 për adaptime, sisteme fotovoltaike dhe ridedikime, ndërsa 2 për objekte të industrisë së lehtë. Ndërkohë, 16 kërkesa janë refuzuar për shkak se nuk kanë përmbushur kriteret ligjore, njofton Zulbeari. Paralelisht me procedurat për leje ndërtimi janë miratuar edhe 3 procedura për plane të detajuara urbanistike, që përfshin pjesë të bllokut 2, bllokut 6 dhe bllokut 10. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë trajtuar dhe proceduar gjithsej 21 plane urbanistike, me synim krijimin e kushteve për zhvillim afatgjat dhe organizim më funksional të hapësirës urbane. Udhëheqësi i sektorit të urbanizmit në komunën e Gostivaret, Semir Zulbeari, vlerëson se rezultatet e arritura pasqyrojnë një periudhë të përgjegjshme dhe të orientuar drejt interesit publik. Këto 181 ditë kemi punuar me një objektiv të qartë, të sigurojmë zhvillim të rregull, të ligjshëm dhe të qëndrueshëm për Gostivarin. Çdo leje ndërtimi dhe çdo procedurë urbanistike është trajtuar me profesionalizëm, transparencë dhe përgjegjësi. Pas çdo vendimi qëndrojnë familje që ndërtojnë shtëpitë e tyre, investitorë që zgjedhin Gostivarin dhe mundësi të reja për zhvillim ekonomik. Qyteti ynë po zhvillohet mbi bazën e planifikimit dhe vizionit afatgjat, deklaron Zulbeari. Nga komuna e Gostivaret theksojnë se puna në sektorin e urbanizmit do të vazhdojë me të njëjtin ritëm, me fokus në zbatimin e ligjit, përmirësimin e planifikimit urban dhe krijimin e kushteve për investime të reja dhe zhvillim të qëndrueshëm.